Kryetari i lëvizjes Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj ka nisur një formë shumë të pazakontë proteste përpara godinës së kryeministrisë, ku mbrëmjen e SHN-s u pa i ulë në një karrige dhe pa asnjë logo partie, teksa shprehti zhgënjur nga mungesa e reagimit shoqëror ndaj situatës politike dhe ekonomike në vend. Ai theksoi se kishte pritur protesta dhe përballje publike në dhjetor, sidomos për çështje që prekin të rinjt dhe studentët, për ikjet masive nga vendi dhe mungesën e shpresës. Ai akuzoi kryeministin Edi Rama se po ushtron presion ndaj institucioneve të drejtësisë, sidomos ndaj gjykatës kushtetuese, ndërsa mbrojtja e zëvendës kryeministes Belinda Balluku sipas tij tregon frikën e Ramës nga përparimi i hetimeve. Po dal për pavarësinë e gjyqësorit, ky është moment historik, o vendoset drejtësia o ky shtet shkon drejt shkatrimit, tha Lapaj. Sa i përket qëndrimit në protestë, ai u shpreh se do të rrijë ajsa të mbajnë forcat, do qëndrojnë derisa misioni të përmbushet, uroj që qindra e mira qytetarë të bashkohen kësaj thirrje. Nëse ndodh shpejt, aq më mirë të kthehem te vajza ime, deklaroi ai. Lapa tregoi se gjatë natës nuk ka qëndruar i vetëm, qytetarët kanë shkuar për ta mbështetur. Për disa orë, të tjerë duke i sjell ujë të ngrohtë dhe batanije. Ai beson se protesta do të rritet nëpër masa dhe është koha që rinia, studentët, fermerët dhe të gjithë ata që ndjehen të papërfaqësuar nga politika të reagojnë.